Pastaj thot, pashataj cili ka shpirtin e Muhamedit në dorën e tij, betohet Allahu në veten e vet. Era e gojës së Xherusit është më e dashur te Zoti, më mirë se era e aromës të parfimit. Shumë e do Allahu. Bile është me këta ta përfundoj. Musa a.s. para se me shku tek Zoti, që Allah mi e shpoll të vratin librin, i ka thënë Allahu agjëra 30 dit. Musa, pregaditu. Para se të vishte une, pregaditu shpirtërisht. Ka agjëru 30 dit. Kër ka kri 30 dit, para se me shku tek Zoti, e ka prish edhe ka hongër disa ushqime që të unvere goja e mirë, ku të komunikoj me Allahun. Allah e ka të reqë, ka thënë, u atëmem në bjashria, i thamë, edhe 10 dit tjera plëtsoj. Pse? Era Xherusit të une ma e mire shkush bisedon se sa era ushqimit e parfimit e mastikave. Kjo me parametrat e tuna, dërsa tek Zoti është ma e kançme, është ma e mirë, se ti më thash bash pak ma i njur, bash i ngjason me laçeve. Ha? Dërsa kur të hajsh, kur të pish, si kur të thash, dembel, parazit, njeri kur hapi, a i ban zullum, a i ban padrazi, se nuk ja di të fukarave. Jashtë dobive tjera, se kur ta gjërosh, e ndjen pak që do më thoni i varë, a që s'ka më hangër, që puri ka morë të tëra. Mësime, mesazha, shkollë, universitet, akademi, në vete kush do me përvecu prej begative të muajt Ramazanit. Allahu na i pranu fagjerimin, Allahu na i lehtësof ditët që na ka bet, inshallah e krymi me faqe bardh, edhe ditën e Bajramit kemi të drejtë me gëzu ditën e Bajramit, ai cili ka xhiruar pa hile, i sinqert, serios, edhe me përkushtimin më të plot. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.